العالمين وأفضل الصلاة وتم التسليم على المبعوث رحمة للعالمين وبعد. Falëndërimet dhe lavdërimet e sinqertë i takojnë të madhit Allah xhalla shanu, përshëndetjet, paqja dhe shpëtimi qofshin mbi Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, mbi familjen e tij, mbi shokët e tij si dhe gjithë ata të cilët e ndjekin rrugën e tij me sinqeritet deri në ditën e gjykimit. Vëllezër dhe motra, ju që jeni prezent tu në xhaminë e Sebahut dhe gjithë ju që na ndiqni përmes radio televizionit Islam, fillimisht ju përshëndes me përshëndetjen e ngrohtë islame. Selamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Paqja dhe mëshira e Allahut qoftë mbi ju. Nusë Allahun e madhërisëm që agjërimin ton, namazin dhe të gjitha punët e mira të cilat i kemi bërë në këtë muaj të bekuar t'i pranon, si dhe të na jep mundësi dhe forcë që edhe ditët të cilat na kanë ngelur prej këtij muaji të bekuar t'i kalojmë me adhurim dhe me punë të mira. Ajo që dëshiroj ta shpjegoj sonte ka të bëjë me një thënie që ne shpesh herë e përmendim dhe e themi në Ramazan kur agjeron njeriu, dhe që besoj se ka nevojë të shpjegohet dhe të sqarohet me qëllim që mos të keq kuptohet nga njerëzit. Fjala është se disa njerëz shpesh herë na pjesën edhe thonë: a mund ta paguaj agjerimin? Ta paguaj. Dhe e kam për qëllim se nëse nuk agjeron, pra ose nuk mund sipas vlerësimit të atij të agjeroj, ai mund ta paguaj agjerimin. Dhe thonë se agjerimi mund edhe të paguhet. Në fakt, thënia pagimi i agjerimit, kështu tekstualisht, nuk është e saktë. Nuk paguhet agjerimi. Por është në pyetje diçka tjetër. Në pyetje është që kur ndonjë njeri ka probleme shëndetësore dhe ato probleme shëndetësore nuk ja mundsojnë atij të agjeroj, atëherë është në pyetje që në vend të agjerimit, se s'mund të agjeroje, dhe nuk e zaventson ai vetë me dëshirë, por i imponohet zaventësimi të ushqej një të varfër për aq ditë sa nuk agjeron. Dhe kësaj i thon fidje, do të thotë të ushqesh një të varfër. Kjo është në pyetje. Mirë, po ne përdorim në gjuhën e përditshme ta paguaj agjerimin. Kështu që agjerimi nuk paguhet dhe çdo njeri e ka për obligim parimisht të agjerojë. Tash, ka raste kur edhe Allahu xhaleshanu në Kur'anin famlar thotë: wa alal ladhina yutiqunahu fidyatu ta'amu miskin. Edhe ata të cilët nuk kanë mundësi të agjerojnë, duhet t'japin fidje, pra ushqim i një të varfëri. Fidje. Tash, kush mund të paguaj agjerimin, apo të jep fidje, si e përdorim ne, të paguaj? Fidje mund të jep, pra të ushqej një të varfër, një person i cili vuan nga ndonjë smundje, dhe ajo smundje është kronike. Kronike do me thonë nuk i kalon. E ka atë smundje. Për shembull, ka persona të cilët kanë një veshk dhe ati i duhet vazhdimisht të konsumoj ujë. Me një veshk është. Ose ka ndonjë smundje tjetër e cila nuk i kalon ati. Në këtë rast, ai person s'mund të agjeroj dhe ai person në vend të agjerimit do të jap fidje duke ushqyer, duke i dhënë ushqim një të varfëri për aq ditë sa nuk agjeron në rastin e tij, pra për një muaj agjerim. E tash, ka njerëz që janë të sëmur. Mirë po, ata janë të sëmur vetëm në kohën e Ramazanit. Do të thotë, smundja e tyre është për një kohë të shkurtër. Ta zëm, dikon në Ramazan, për shembull, e kapën gripi dhe duhet merr medikamente, ose i ndodhen për shembull t'i bëhet një operacion dhe ai normalisht se për të bërë operacionin nuk mund të agjerojë, ose në diçka tjetër. Mirë, pa jo është e kufizuar. Edhe ta shpeshherë ata vinë dhe na thonë: unë nuk mund të agjeroj se do të bëjmë operacion, ta paguaj agjerimin. Jo, ti nuk mund ta paguash agjerimin. Do me thonë, nuk mund fidje t'japish, tu shqesh një të varfër për shkak se bësh operacion. Po çka do të bësh ti? Ti do të presish pas Ramazani, kur do të shërohesh, kur do të kaloje smundja,
dhe kur do t'jesh i aft, i mundshëm që të agjerosh, ti ato ditë duhet t'i agjerosh. Pra, duhet t'i kompenzosh me agjerim pas Ramazanit. Bile edhe nëse vjen për shembull koha të zamë, të kapën koha e dimrit, se nuk ke arritur para asaj kohe të agjerosh për shkak se nuk t'janë përmisuar kushtet shëndetësore, ti do të agjerosh atëherë kur do të jepet rasti, por ti nuk mund të paguash agjerim. Do me thënë, nuk mund ti të kompenzosh, ai më mirë do të paguaj dhe kokën rahat. Jo, duhet të agjerosh pra pasi të kaloj agjerimi. Pagesa që e përdorim ne, apo ushqimi një të varfëri, është vetëm rast për disa njerëz, pra vlen vetëm për ata persona të cilët kanë sëmundje të pashërueshme. Atyre pra jo vetëm në Ramazan, edhe pas Ramazani nuk u kalon sëmundja, aje ka afatgjatë të sëmundje. E në këtë rast, këta persona që janë të këtirë, ata mund që në vend të agjerimit normalisht do të kompenzoj këtë me ushqimin e një të varfëri. Por, jo çdo njëri, për pak e për shumë, për një gjatë vogël, jo unë do të paguaj. Nuk ke të drejtat. Për atë edhe nëse ti e paguan, do të dish se nuk e ke kryer borxhin. Pra, nuk e ke kryer borxhin. Borxhi të ka ngelur. Borxhi ka mbetur dhe ti duhet t'i agjerosh ato ditë. Për atë, kuri nuk duhet njeriu të bjerë vendime vetë ai, unë do t'a bëj kështu. Duhet t'i drejtohesh atij hoxhës ku jetë, ajo xhamia ku jetë, duhet t'ja tregosh rastin tënd dhe ai të udhëzoj. Jo vetë ti të vlerësosh unë kështu ta bëj. Nuk je kompetence, nuk e njeh ti fushën e fesë, edhe mund të bësh gabim. Po ti më thosh, ama hoxha i ka thënë filanit. Hoxha nëse i ka thënë filanit, ai filani e ka pas gjendjen ti thote. Por nuk i kanë njerëzit krejt gjendjet e njëjta. Ti nuk mund të vlerësosh pse i ka thënë filanit edhe për mu kjo vlen. Jo, çdo njeri e ka gjendjen e vet. Do me thonë, ti nuk e ke rastin si atë. Ato janë rasti prej rastit dallon. Duhet çdo njeri pra të vlerësohet gjendja ti në bazë të rastit të tij personal. Jo se dikush tjetër. Ai tjetri, të cilit ja ka leju që të ushqej apo ta paguaj si e përdorim ne Ramazanin, agjerimin, ai i ka plotësuar kushtet ndoshta. Kështu që ai ka vlerësuar se ky person ka ndonjë sëmundje që nuk i kalon edhe pas Ramazani, ashtu që ai mund ta paguajë. Mirë po, nëse ti e ke sëmundjen për një kohë të shkurtër dhe pastaj shërohesh ti, bësh normal, thesh në gjendje normale dhe mund të agjerosh, ti nuk mund ta paguash. Ti duhet ta agjerosh Ramazanin. Për ato pra këtu duhet të jemi të kujdesshëm, duhet vëmendje dhe nuk duhet të mendojmë se feja islame ja ka lejuar, veçanërisht ata të cilët janë edhe materialisht të fortë, apo që cilët kanë paratë tonë, apo atëre pasi mund ka ta paguaj, unë do të paguaj, se s'mund të agjeroj. Jo, Ramazani duhet të agjerohet. Në Ramazan agjerohet, kjo është parimore. E tash, për atë që në vend të agjerimit të ushqesh një të varfër që ne përdorim të paguash, kjo vlen për kategoritë caktuara, jo për çdo njëri. Ata janë njerëzit të cilët edhe pas Ramazani kanë ndonjë sëmundje dhe nuk mund të shërohen. Inshallah lutim Allahun xhaleshanu që agjerimin ton dhe punët e mira që i bëjmë në këtë muaj të bekuar të na i pranon, të na bëj të mundshme inshallah edhe këto ditë të cilat na kanë ngelur t'i kalojmë agjerim, për shkak se agjerimi në Ramazan nuk zaventësohet nga agjerimi jashtë Ramazanit. Borxhin e krye, farzin ti e bën, mirë po, vlerën, sevapin e agjerimit në Ramazan nuk mund të arish jashtë Ramazanit. Nusë Allahun xhaleshanu që na bëjnë neve për atyre të cilët do të dalin fitimtar realisht edhe do të përfitojnë nga ky muaj i bekuar i Ramazanit. Wassalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh.